Kam zotri Osman Osmanin, cili ju desh themi kështu një 15 minuta derisa gjeti qendrën pra vend votimin. Sa ishte vështirë kjo për ty dhe a keni pas këso të lashe edhe më herët? Më herët nuk kemi pas të lashe, nuk është hera parë që unë votoj këtu, se jam i kësaj lagje, këtu edhe jetoj. Për habi sot, usë rollata dikund 10 minuta, 15, si që statë edhe ju, por ma në fund në drejtor një zotni, ma gjetë vendin ku duhet me shku dhe kështu që e kryta me sukses. A pate të lashe brenda kur hyre me votu? Nuk kam pas të lashe, kështu që me sukses e kryta. Po vjen shumë keq që nuk ka pas dikush kush me të orientu për para, ka qenë tavolin, ka qenë një personi cili ka drejtu ku me shku, sot për habi sot. Nuk munda me pa kërkend afer vendeve ku duhet me votu. A është praktik e tillë që të votoni kështu në orët hershme të mëngjesit? Po, unë gjithsesi dalë mëngjes, kom qef me kry më herët pak, kështu që nuk ka pas asnjëherë problem të tillë, s'ka pas. Kjo është hera e parë që po më ndodh, inshallah mos si ndodh kërkuj. Faleminderit shumë.